Shqipëria përfundimisht ka një shtet kapur. Një shtet kapur i cili nuk lejon garën, nuk lejon konkurencën, i cili nuk lejon ekonominë e tregut funksionoj. Një shtet që nuk lejon garë as në ekonomi, as në biznes, as në administratën publike, dhe dy shembujt e fundit, tenderat dhe hetimet për tenderat e ndërtimit të rrugëve, koncesioneve, partneritete publike private të infrastrukturës dhe nga ana tjetër ato të Akshit tregojnë pikërisht këtë. Nuk ka më sot konkurrencë lirë në treg. Tendrat ndahen o me mesazhe o tek njerëzit afër pushtetit. E këtu bëhet fjalë edhe për tendera sensitiv, këtu bëhet fjalë për tendera të cilat menaxhojnë të dhënat e shqiptarëve, dosjet gjyqësore, të dhënat e biznesit, këtu bëhet fjalë për infrastrukturë kritike, e cila duhet patjetër që të kishte një treg të hapur e një garë ku biznesi më i mirë të fitonte. Po kjo nuk ndodh, e këto janë vetëm dy shembuj të dy sektorëve që janë bërë publik. Po kjo sot është një fakt në secilin prej sektorëve. Në çdo institucion, në çdo sektor, sot qeveria ka vrarë garën. Qeveria i ndan parat me ato që janë afër pushtetit, i ndan parat me një pakicë, dhe kjo pakicë sot e mban qeverinë pushtet. Ky sistem duhet ndryshuar. Rikthimi i garës, qoftë në ekonomi, qoftë në administratën publike, qoftë në biznes, dhe funksionimi i tregut si një treg i lirë, besoj që janë çelësi për ta çmontuar këtë shtyllë të parë, e për të ndërtuar atë Shqipërinë që të gjithë duam nesër. Se pyetja kryesore që çdo shqiptar ka sot çdo ditë, kur zgjohet mëngjes e po ngryt ditën, çfarë Shqipërie po ndërtojmë. Nuk është kjo Shqipëria që meritojnë shqiptarët.